pikat më kulminante të ansamblit, qofshin paraqitje, ngjarje, organizime apo dhe ndonjë çmim, trofe? Shiko, tash, sidomos vitet e fundit këtë 12 vjeçar, ndoshta po dalë edhe prej modestis, po këtë, se unë kam mandatin e tretë. Domethënë, prej momentit kur ne kemi ardhur normalisht me këtë përbërmje që e kemi, domethënë, edhe të muzikës popullore, edhe të folklorit, edhe të valltarëve, edhe të velltarëve veteran, kemi pas shumë suksese. Jemi një nga shoqëritë kulturistike më të organizuara. Tu marr parasysh se funksionojnë të gjitha seksionet të cilat e karakterizojnë një shoqëri kulturistike, domethënë me një orkestër të përhershëm muzikës popullore, me disa grupe valltarësh, valltar të fëmijë, valltar grupi i parë, i dytë, valltar veteran, pjesa e folklorit, grupi folklorik me këngëtarë, me instrumentistat folklorit. Kemi një grup i cili në 70 vjetorin e themelu në fakt. Ata kanë qenë njerëzit, po ne i vëmë emër grupi i valltarëve veteran. Edhe ata ruajnë traditën e vallave të Anamoravës, Karadakut, Kumanov, Gjilnan, Presheu, janë disa valle të cilat kanë një karakteristikë edhe të lojës, po edhe të prezantimit.